Policia e Shkodrës ka finalizuar operacionin e koduar tranziti duke arrestuar në flagrancë 27-vjeçarin Aurel Sulo, i cili ndihmonte emigrant nga vendet e treta për të kaluar në mënyrë të paligjshme kufit. Sulo kap në kuplik teksa transportonte me automjet 6 emigrantë që synonin të kalonin drejt Malit të Zi. Sipas hetimeve, ai organizonte kalimin e tyre ilegal duke i marrë fillimisht nga kufiri me Greqinë dhe më pas duke i transportuar drejt veriut të vendit kundrejt një pagese prej 650 euro për person. Ndërkohë është nisur procedimi penal për 6 emigrantët, përfshirë edhe një 16-vjeçar me origjinë nga Pakistani, Bangladeshi dhe Afganistani, pasi kishin hyrë në mënyrë të paligjshme në Shqipëri. Gjatë operacionit u sekuestruan automjeti dhe telefoni celulari 27-vjeçarit. Operacioni u zhvillua pas informacioneve të siguruara në rrugë operative, ndërsa hetimet vijojnë për të zbuluar personat e tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Materialet janë referuar prokurisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.